كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي. Në një botë për plot sfida dhe me shumë ndryshime, ekziston një dritë që na bashkon. Është drita islame. Është uniteti islam, kjo vatër e dijes dhe edukimit. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. Me këtë projekt në qendrën tonë ne synojmë mësimin e leximit të Kur'anit fëmijëve prej moshës 6 vjeçare e sipër, normal me rregullat e librit të Allahut lexohet Kur'ani. Dhe qëllimi është që ta lexojmë Kur'anin ashtu siç i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe si e ka lexuar ai sallallahu alaihi wasallam me qëllim që të zbatohen adhurimet krijesore në formën e duhur siç është namazi, leximi i Kur'anit e tjerë. عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد يمتطي العزة بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. Instituti Ikra paraqet një platformë e të mësuarit online të shkencave sheriatike, duke filluar prej lëndës së akides, fikut, shkencave të Kuranit, shkencave të hadithit, të sires edhe edukatës. Pra, për 2 vite akademike, të ndarë në 4 semestra, nxënësit arrin që të mësojnë lëmit bazë ose njohurit bazë të këtyre shkencave të përmendura. Pra, kjo është një mundësi e ardhur për çdo student edhe studente që të kyqen edhe t'i marrën bazamentet në këto lëndë bazike të sheriatit islam. Po ashtu vlen të përmendet se mësimi në këtë institut është në mënyrë interaktive, me provime, po ashtu edhe vlen që të përmendet se ky institut është i vetmi i llojit të vet në gjuhën shqipe. ردد كلمة منشودة عيد مبارك بالحانك خلي العيد بحلولة فرحة وسامر خلانك فرحة وسامر خلانك والعيد شرف بالحب الله يحيي. Si që shifni pra, kjo është projekti i Hifzit, i cili ka filluar shpejt në qendrën tonë. Qëllimi dhe synimi i këtij projekti është që nxënësit tonë jo vetëm të dalin hafiza, që mbajnë librin e Allahut në gjokset e tyre, por që ky libër, ky mësim të bëhet për ta praktik e përditshme e tyre dhe në fund të nxjerrim jo vetëm hafoza, por hafazat të cilat me të vërtet
e praktikojnë atë që e mësojnë dhe që kanë në gjokset e tyre. ما للضيق والأحزان فيها الجو مكانه وقت الضيم والونات راح ولا زمانه ما للضيق والأحزان فيها الجو مكانه وقت الضيم والونات راح ولا زمانه نبض الساعات والبسمات حانوا على النوانه فرحة عيد فيه تزيد وتتفاخر في كيانه وتتفاخر في كيانه حبل الود يجمعنا في عيد الساعة. Nga projektet e shoqatës, Uniteti Islam në Tetov është edhe projekti i ligjëratave. Kemi 2 herë në javë ligjërata për djem dhe 1 herë në javë ligjërata për femër. Qëllimi i këtyre ligjëratave është rritja e vetëdijes fetare, si dhe lidhja e njerëzve me diturinë. Po ashtu kemi edhe seminaret. Seminaret trajtojnë tema të veçanta, të cilat kanë nevojë për trajtim më të gjerë, më të veçantë dhe më specifik, ku thirrën njerëz të fushës, ekspert, të cilët i trajtojnë më hollësishëm këta tema. Kemi musafir të ndryshëm, të cilët na vizitojnë kohë pas kohe. E gjitha kjo, pastaj fillon me një lloj paneli diskutimi ku njerëzit paraqesin problematikat e tyre, pyesin dhe interesohen për çështje të cilat nuk e kishin të qarta. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Shkolla e fundjavës është një projekt edukativ që synon të ofrojë nxënësve bazat e domosdoshme të fesë islame. Nëpërmjet ardhjes së tyre çdo të shtunë në këto ambiente të këndshme dhe motivuese, ata njihen me parimet më të rëndësishme në jetë, që duhet t'i njohë këto parime çdo njeri në jetën e kësaj bote. Duke njohur se kush është Zoti i tyre, kush është i dërguari i tyre, kë duhet ta kenë si model për jetën e tyre dhe kush është feja e tyre. Andaj ky projekt synon që të ndërtojë individin dhe të ndërtojë breza, të cilët breza do të jenë të dobishëm dhe të bereqetshëm për jetën e tyre, për familjet e tyre dhe për mbar këtë shoqëri. يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Projekti i shkollës verore lindi si nevojë e boshllokut që kanë nxënësit gjatë pushimeve verore. Ky boshllok dhe ky vakum neve si mësues e pamë të arsyeshme që ta bëjmë një shkollë verore i cili do të zgjat 1 muaj me resht, ku nxënësit do t'i marrin bazat e fesë, mësimet e mirëfillta në aspektin edukativ edhe arsimor dhe normalisht kjo është shoqëruar me shëtitje të ndryshme brenda shtetit tonë të Maqedonisë. Të nderuar, ajo që pat ishte një pjesë e aktiviteteve tona të cilat shoqata Uniteti Islami organizon për gjatë vitit. Qoftë sipas kalendarit të organizuar në mënyrë të standardizuar, qoftë si pjesë e aktiviteteve sezonale. Vizioni ynë si shoqat është që t'jemi një burim i besueshëm i diturisë fetare. Dituri e cila kjo do t'i nxit të rinjt dhe të rejat tona që t'jetojnë një jetë të dinjitetshme, jetë me të cilën është i kënaqur Allahu Xhella Xhelaluhu dhe jetë sipas asaj të cilën e ka praktikuar i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. Ne përmes këtyre projekteve, qofshin projekte afatshkurte ose ato afatgjate, synojmë dhe objektivi jon është që t'jemi pjesë e këtij komuniteti dhe që tregojmë që ky komunitet, nëse vepron në mënyrë kolektive, ka mundësi që të bën ndryshim i cili do të lë gjurmë pozitive në shoqëritë tona. Për këtë shkak, duhet mos harruar një gjë e cila është tejet e rëndësishme. Çdo gjë e cila është organizuar, është bërë fal mirësisë Allahu Xhella Xhelaluhu.
dhe më pas përkrahje e vëllezërve dhe motrave tona të cilat qëndruan me ne përgjatë çdo aktiviteti. Qoftë kjo përkrahje morale, qoftë kjo përkrahje me lutjen dhe Allahu xhelle wala, qoftë kjo përkrahje financiare. Do themi atyre me porosin që na ka thënë i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, kur dikush ju bëj mirë, luteni Allahun për te dhe thoni atij Allahu të shpërbleft. Ju themi atyre Allahu ju shpërbleft, ashtu siç din ai xhelle xhelaluhu. Lutim Allahun që Allahu të na jep sinqeritet në veprat dhe në fjalët tona, dhe lutja jone e fundit gjithmonë është hamdi i takon vetëm Allahut xhelle xhelaluhu. Ju falenderit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.